Në kuadër të fluksit të lëvizjes përgjatë sezonit veror, nga 1 maj do të rikthehet në funksion marrëveshja e lëvizjes së lirë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Në marrëveshje theksohet se kalimi i lirë do të bëhet mes pikave kufitare të Vermicës dhe Morinës, e cila kishte pushuar së funksionuari nga data 1 mars. Si rrjedhoi e rikthimit në funksion të kësaj marrëveshje, nuk do të ketë kontrolle në kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë për të gjithë qytetarët që zgjedhin të kalojnë në këto pika kufitare. Në pikën kufitare të Morinës gjatë kësaj fundjave ka patur një fluks të shtuar udhëtarësh, të cilët kanë zgjedhur Bregdetin shqiptar për të kaluar fundjavën e tyre. Të dhënat e fundit nga dogana e Morinës tregojnë se gjatë fundjavës kanë hyrë në territorin e Shqipërisë mbi 4291 shtetas dhe 2036 automjete. Ndërkohë, në dalje në këto pikë kufitare janë regjistruar 3834 shtetas dhe 1967 automjete.